Në gjithë globin sot shënohet dita ndërkombëtare e gruas. Në këtë datë të rëndësishme nderohet gruaja për sakrificën, forcën dhe kontributin e saj në shoqëri. Kjo ditë nuk është vetëm një fest, por është një moment reflektimi për rrugën e gjatë që gruaja ka kaluar ndër vite. Si në shumë shtete të botës, edhe në Kosovë gruaja u përball me shumë kufizime. Në shumë familje dhe komunitete dikur mbizotronte një mendësi maskiliste. Ajo kujdesej për familjen, rriste fëmijë dhe mbante përgjegjësi të shumta, por shpesh e pavlerësuar sa duhet. Shumë gra nuk kishin mundësi të arsimoshin, të punonin apo të merrnin pjesë në vendimarrje. E kjo sfidë u bë edhe më e rëndë gjatë luftës. Lufta la pas plagë të mëdha në shoqëri e pikërisht në atë kohë u pa forca jashtëzakonshme gruas. Ajo u bë mbështetje për familjen, për fëmijët dhe për komunitetin, duke u përpjekur ta rindërtojë jetën nga e para. Sot, në ditën e gruas, gruaja në Kosovë përkundër të gjithave po merr një rol gjithnjë më aktiv në shoqëri. Sot shohim gra që janë mjeke, profesoresha, sipërmarrëse, aktiviste dhe udhëheqëse. Ky zhvillim tregon se kur gruaja ka mundësi dhe mbështetje, ajo kontribon fuqishëm në zhvillimin e vendit. Megjithatë, rruga drejt barazisë nuk ka qenë e lehtë. Për shumë vite gratë janë përballur me forma të ndryshme të dhunës dhe trajtimit jo të barabartë. Edhe sot, pjesëmarrja grave në proceset e vendimarrjes dhe në pozita të larta udhëheqëse nuk është aq e madhe sa duhet të jetë. Prandaj, dita gruas është një thirrje për ndryshim. Është një kujtesë se shoqëria bëhet të drejtë dhe më e zhvilluar, kur gratë dhe burrat kanë mundësi të barabarta dhe kur zëri gruas dëgohet dhe respektohet. Në shumë vende të Evropës, përfshirë edhe Kosovën, 8 marsi festohet duke u dhënë grave lule, dhurata dhe urime. Shpesh organizohen darka familjare, aktivitete në shkolla dhe programe kulturore për të nderuar nënat, motrat dhe gratë në përgjithësi. Dita ndërkombëtare e gruas u festua për herë të parë me 28 shkurt 1909 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si dita nacionale e gruas. Më pas, në vitin 1910 u vendos që kjo ditë të bëjë ndërkombëtare, ndërsa data 8 mars u zyrtarizua më vonë, veçanërisht pas grevave të grave në Rusi në vitin 1917.